Mund edhe ndonjëri të na thotë, shiko se unë do vi por me këtë kusht. Mund të ndodhi. Do flasim. Nëse ka një mirëkuptim nga të tjerët për atë kusht, dakor, pse jo? Është e kuptueshme. Në parim si kemi qef kushtet, sepse s'ka shumë kuptim kur vjen në atë tyrës, po edhe është pjesë e negociatave, e diskutimeve. Është e vërtetë, kanë konflikte me njëri tjetrin, kanë vizione ndryshme, kanë strategji të ndryshme politike etj. Kanë frikë eventualisht partitë e reja dhe vogla, sepse nga që e kanë shpallur veten si në luftë me partitë e vjetra, të mëdhaja, kanë frikë që ju zbehet kjo narrativa tek votuesit e vet. Unë mendoj që ata që vinë aty është e sigurt që diçka do humbin, do lëshojnë. Por jam po aq i sigurt që do fitojnë 5 fish më tepër. Në realizimin e objektivave të përbashkëta, në tregimin në dëshminë e seriozitetit për objekt, se janë objektiva që nuk janë thjesht për partitë, janë për funksionimin e demokracisë në Shqipëri, janë për shoqërinë shqiptare në tërësi. Qose ti i thuj jo, këtyre interesave, për shembull zgjedhjet lira dhe të ndeshme, çfarë do thosh? Unë s'do të vinë tyrese, nuk dua zgjedhjet lira dhe të ndeshme?